showbizit edhe krejt situatave, është një ngjarje e cila kohët e fundit është diskutuar mjaft shumë edhe është përmendet mjaft shumë, është Hailey Bieber, ku në fakt ka like një prej videove të cilat bëhet një talje ndaj Selena Gomez dhe të dashurit të saj. Në fakt tashmë të fejuarit të Selena Gomez, është po kjo video të cilën në fakt nëse veç dojmë pa edhe dojmë me kliku, është raporti të cilën ka Selena me të dashurin e saj të ri, edhe që është like nga Hailey Bieber edhe që është cilësu si një talje fakt për këngëtaren, e sidomos nga Hailey, ku krejt kjo na ka lënë të kuptoj që zjarret të cilën ka qenë të krijuara nga Hailey dhe Selena për shkak raportit të cilën e kanë me Justin Bieber, nuk po mbarojnë edhe situata të tilla tashmë nuk kanë të ndalur. Donjeta, nëse marrë parasysh këto zhvillimet që ka pasur mes Hailey Bieber dhe Justin Bieber, është diskutuar që nuk janë bashkë, kanë përçarje, kanë ndarje, dhe nëse realisht nëse flasim për përgjithsisht këto diskutimet, fanbase Selenës dhe Justin ka qenë flak të kohëve të fundit. Dhe realisht është goxha e vështirë, nëse ti vazhdimisht jetës sociale të promovohet dhe sheh aty postimet të bashkëshortit tënd me dikë tjetër, edhe kanë qenë goxha të diskutume këto zhvillimet e fundit që ka pasur. Mendoj që kjo ka mund të mendohet për shkak kësaj situatës. Mendoj që kjo ka ardhur shkak i kësaj situate, që ka paraprik këto diskutime të shumta. Është një lloj presioni si çek që i bëhet këtyre të famshme lidhur me atë se publiku e shoh ndoshta një lidhje më mirë ashtu me dikë tjetër dhe nuk qëndron e vërtetë. Unë shoh pak më ndryshe ata. Një Hailey Bieber, një vajzë shumë me e zgjume, një vajzë shumë e famshme. Unë mendoj që pak e kom pas atë përshtypje që Hailey Bieber nuk i intereson për këto situatat, për këto tags edhe këto fanpage-at të cilat krijohen, edhe nuk e kom prit fakt një reagim fare të Hailey Bieber, se më duket një grua shumë e fortë. Ndoshta edhe mund të pas diçka role tek përçarja me Justin edhe ka por që deri tash e dim që raporti i tyre nuk është që ka prunë ndonjë situatë të tillë dhe jetojnë bashkë me fëmijën e tyre që tashmë është në jetë. Kështu që ka caj përkat showbizit, po besoj mjaft ju kemi informu edhe për showbizin vendor, edhe ndërkombëtar që nuk kemi pas shumë informacione